je në aeroport, po që bo? A do të shkimi në morë? Që sa dhe për para? A për të miraj. Bani tonë, Türkiye!
Para se gjithash I përshëndes gjithë qytetarët e Maqedonisë dhe jam shumë mirë që dalin pritje këtu se sigurisht dëshmojnë se edhe këta kanë një shpirt human për këtë punë dhe mbështesin këtë ide dhe këtë punë. Ishmi në anije më shumë se që jemi kthi tash dhe për atë që kemi met më pak kisha lut gjithë këto që janë këtu prezente dhe gjithë ata që na ndëgjojnë para mediave nga një Fatiha për ata që ranë në anije Shejle. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha! Amin. Rapidizëm i kësima. Llogarit kemi qenë duke falë namazin e sabahit, dhe gjatë ditës kanë sigurisht pa ndonjë problem, pa ndonjë shenjë se janë ushtri e rregullt apo janë keni armatë e cila është konsoliduar. Veprimet nuk I kanë takuar ndonjë armatë të konsoliduar. Edhe pasi që na kanë robëruar them, edhe gjatë nuk ka të armatave të rregullta edhe kemi qenë numër e përpërtasë diçka ka qenë jo e rregullt pasi sa nuk ka qenë Ka pas më të se shika po është gjithçka ka pasur ti kanë qenë domethënë tash pirat kanë qenë mysar të cilët në mënyrë më të egërt janë mujtë në sjellë me neve 24 orë në ani. Llogarit 24 orë në ani në karvajtë në gjithë edhe pavës e mujtë që uqurë koma, apo të shkini, apo të shka, dhe të mburë edhe ata në tokë, edhe një karikë, apo të shka në potë, edhe foti ka qenë gjithë ujë ati gjithë sen, që sjellja ka qenë më të njerëzore që mundet me ekzistu. Ndaj neve 24 orë bukë nuk na kanë zonë me ndronë. Shërbimet që kemi bën individuale kemi bën gjitha me dur tillme, që janë normal 24 orë njëri ka nevojë për shumë nevoja të 24 orë. Këto ka qenë domethënë sjelljet e tyre, gjatë asaj periudhe që kemi qenë në anije, edhe pas anijes, kur na ka marrë policia
janë dorë me identifikuar me problemet me ato. Edhe në burg kanë qenë, burgu mund të them kishte qenë i ri për shkak se ne ishme stafit të natën të mbrimi. Komplikohet në korridorin e përsen edhe si ishte pyrë me hapura. Kështu që nuk mundesh të bëjë diçka për atë më. Ajo që më vjen keq mua se kishte qenë më mirë të ishte organizuar edhe një pjesë e konvojit humanitar edhe për Izrael për shkak se kishte qenë pas gata vështirësi humanitare. Se na i kanë vjedhur llogaritë edhe majicët e timeve të Jemenit. Ne kanë dhënë Kjo mund të them që me të keq kishin edhe kjo, se kishte dashur pas një humanitar edhe për Izrael kishte pas nevojë të pas. Kush ka arrit më shumë? Çka ka arrit më shumë? Çka ka arrit? Çfarë se ka qenë shumë për atë Rrit. Mashallah. Ke rrit?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لمن الله تشروسك مشربارسك Padam dërimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut krijuesit të gjitha botrave, përshëndetje dhe salavatet qofshin me mirë më të dashur në mësuesin e njerëzimit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata muslimanë të cilët pasojnë këtë rrugë deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar dhe motra të cilët ju sot keni ardhur këtu, e lutim Allahun e lartë madhëruar që agjisadin dhe ata të cilët ishin në këtë konvoj paqe, Allahu inshallah shpërit me të mirë të tij. Vëllezër të nderuar, të marrësh një rrugë të tillë do të thotë që pas një gëzim edhe një vullnet të madh të I dalësh në krah vëllezërve tanë palestinez, sepse ishte kjo në lëkurën tonë mbi 6 muaj e pam se çka do thotë nuk kanë në embargo, që do thotë nuk kanë në bllokadë. Mirë po, ja që ajo neve që na shtin është imani dhe besimi të thotë në Allahun e lartëmëdhëruar, që ne jemi gjithmonë në ndihmë dhe në krahun e Tij.
Ti jesh i blokuar në 4 vite radhazi, edhe ata jo 30.000 banor, po mbi 1.500.000 banor, ku shumica e tyre nuk kanë kënë mbi kokën e tyre, e pa në tarësishme që ki konvoj, me mbi 750 lunetar, mbi 10.000 ton, me i dalë sa do pak në krab lezrave tanë. Ajo që ka ishte më rëndësi, pra nuk ashtë që vetëm dimo të arrije deri të ata, por të arrije deri të fejet e embargoja të cilën e banë shteti Izraelit me patë drejt. Në mesën e tyre kemi në nderin dhe fatin ta kemi ragjien tonë në Gjisadin, që e përfatsoj fshatin tonë dhe rrethinën, e përfatson edhe shoqatën edukativë Vllaznia, e përfatson edhe jetimët të cilët këtu i kemi në mesin tonë. Allahu inshallah i shpërblet me të mira, shuhadat të cilët kanë rënë në rrugë, do të thotë në deti ku ishin ata, Allahu inshallah i shpërblet në xhennet. Pra edhe një herë falenderojmë shoqatën e IAH Turqisë, e cila e mori këtë guxim në mesin e asaj, pra kishte edhe kryfteri, kishte edhe gazetar, kishte edhe parlamentar të Evropës, pra ishte një konvoj i përzirë në shumë nacionalitete, ishte konvoj i përzirë shumë në shumë gjumë të ndryshme, mirë po një qëllimi ishte një mision, pra që të thehet embargoja të cilën e banë shteti okupator Izraelit ndaj popullit të papajshëm. Po mos e zgjat shumë, derisa të marr fjalën Risadit, kemi një tip poezi këtu, pastaj do të marr fjalën. Ishte shumë i pikaluar, për atë çfarë kishte përjetuar. I lënduar i raskapitur, për çfarë më ndodhi për papritur. Mos i lumën sa s'më butën, veç në vetë nuk më zhutën. Isha nisur fluturim, për të mbërritur në Palestinë. Kisha familje që i dua, që po luten vetëm për mua. Më penguan fluturimin, në gaz fëmijëve po në shoh vëzimin. Të të lindin guximtar, të të lindin humanitar. Djemë të rinj që e dëshmojnë vetën për ta mbrojtur të rëfetën. Po flijohen pa përtes, ndihmojnë fëmijët palestines. Në ujrat e detit duke lëndruar, Haxhi Saadi kishte qëndruar. I palodhur në detyrë, është për ne shëndetyrë. Lajmi i zikrën driti botën, ku gjapyrësit filmuan flotën. Fëmijët në gaz të uritur, ndihmat ishin duke pritur. Ju lundë bura atje që shkrua, popullin tuaj e përfaqësua. Kemi dëshmuar dhe pa dëshmojmë, së popullin lirin e dojmë. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para se në dhëmë gjithë qka, kisha përku veç ka një elham atyre shahidve gjeramë. Amin. Alhamdulillahi wa shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Si fare hoxha se si vini se hoxha të marrë për cel të ndarje të që ndodhi në musliman të dhe në botë. Në ndarje të rëndësishme për bazën ishte konvoj humanitar që pat në emën Flotilla e Lirisë. Ishte një knatësi shumë e madhe me konë pjesë e asaj flotille, për shkak se një jetë që është jetu në atë familje, a jetë në të besoj se ka mundësi të njëherë të më përsëritur deri sa që ndrohë. Një ku marrën pjesë në 500 vetë nga
vjetra shtete, dikush kanë qenë 50 shtete, dikush 35 shtete, kryesore shumë shtete të botës, duke filluar nga Irlanda, Anglia, Suedia, Holanda, Belgjika, Spanja, Brazili, Kanada, Amerika, shtetet arabe. Këtë ishin aty, ishte Indonezia, Malezia, ishin mos të nëmroj numër shumë i madh i shteteve, ishin shumë gjuhë të ndryshme, ishin shumë kultura të ndryshme, ishin edhe fe të ndryshme që kishte edhe krishterë, kishte edhe muslimanë, normalisht muslimanë ishin më shumë të aty. Të gjithë këto kemi vetëm një qëllim, kishmi për të rrinë në gazë. Dhe për tjetër, ne dini se Gaza përjeton një jetë shumë të vantë, sidomos fëmijët e Gazës, për shkak se Gaza edhe pat luftë, imagjinoni sultanin në vitin 2001 të bombarduar, të raskapitur, të shkatërruar, të grenatuar, shtëpijet prishte dhe menjëherë vjaruni embargo edhe 2 vjet mas me jetu sultani me embargo, jo vetëm me hangur ushqimin, por edhe shtëpijet muslimanit në Amerikë. Dhe më thanë që qështu jetojnë fëmijët e Gazës, ose njerëzit në Gaza. Kështu që gjithë bota u mobilizuar nga organizatat jo qeveritare, shoqata civile dhe më thanë, për të dalë ndihmë pavarësisht çmimin se cili do të jetë në rrugë. Rruga ishte shumë e mirë, krahësia ishte shumë e madhe, bisedojsh me gjithë njerëzit e botës aty, dhe gjithë këtë krahësi, do të them lirisht se e prishëm. Kush e prishëm? Në thonë ushtri, është marrë në thonë ushtri, sepse ata ushtrit kanë rregull në botë, kush ka lexuar për çështën që duhet të formohet ushtri, dhe çfarë disipline duhet të kenë, çfarë struktura duhet të kenë, çfarë veprime, çfarë drejtash kanë ndërkombëtarë ushtrit në veprim. Ata asnjë lloj drejtë ndërkombëtare nuk kanë përdorur për sulmin që e kanë bërë. Tamam kanë sulmuar gusarët e detrave që vjedhin në Minja, dhe piratët. Kështu që këtë atë knaqësi të thënë botës, ishte armia, lirisht në thesh në armia e komeve të bashkume, për jo e kësuri institucioneve, ishte shumë komeve aty. Qëtër që mund të thëmë, në atë armie ka pas që sot nuk mund një thëmë gjitha, jo gjitha, por nështë ku e ditë sot dhe të kërë në thime, ka gjithë shpirti humanitar ka qenë në atë armie, i këtë botës më të shtheshtë. Duke përfshin thashe në Irlandë deri në Indonezi. Organizatori kryesor ishte shoqata IHH nga Turqia. Ju besoj që këto sulçan pak të redim se edhe gjatë luftës së vitit 2001 kishmi konzerva që nga potencial ndihma për ushqim me shenjën e IHH-s. Dhe me thënë ata i kanë dalë ndihmë në kanë dalë edhe neve, kur ishme në krizë, edhe i kanë dalë popullit bosnjak kur ka qenë në krizë, edhe popullit kosovar kur kanë qenë në krizë, edhe kujdo në botë që janë në krizë, atë janë aty prezent. Logaritmi kanë edhe kam tash në Kuba tërmeti në Amerika dhe në Haiti. Dhe më thonë janë organizat shumë humanitare dhe shumë aktive në botë, nuk thonë një organizatat më të mëdha në botë që organizojnë dhe angazhohet sidomos për gjendjet e rënda ekonomike e emergjencë humanitare. Kjo organizat IHH, sa për njërtim që jap edhe në Kumanov dhe pronë dhe me thonë për mes shoqatës Vllaznia i kujdeset për 100 jetime të rrethit Kumanovës dhe Lukovës. Ishte top i madh që shoqata IHH të organizohë në aksion të tillë, një konvoj të tillë tërë në Gaza, e të mos jetë dikush për këtu në atë konvoj. Kështu që zgjohëm që një pjesë e atij konvojit kuptohet në ndihmën e Allahut, prezantimin e atyre dhe kjo ishte ajo që ne e kishme plot një tash pyetëm pse shkove, ku shkove. Ka qenë obligim moral edhe çdo njeri që do të ketë pas mundësi me shkuar që ka sa do pak një shpirt human, sigurisht se do të ketë pranuar me shkuar atje. Se jeta shumë e rëndë në Gaza. Sa i përket asaj pjesës tjetër që besoj që keni qef me ditë për shembull çka u bënë ato gusarët e Izraelit, ata edhe në Turqi në që në ta theshin, që shka përësit dhe shka i banë kështu, shumë dhe pisa, në këtëmi. Thash pa Allah i banë arrujt, mu pasel mirë ato në neve. Logarit në ato mu pasel mirë në neve në ashtu dhe shka më thonë, ja u ditë mirë dhe janë, shakan.
nuk i lexoti mërzet mirat të neve, se aty duhet me dalë vërtet në shesh, shpirti i tyne duhet me dalë në shesh, me ka një dorë se çfarë shpirti kanë. Kështu që najtëm një ditë më mine, një ditë 24 orë, masi që në morën të thëmë, mas asaj edhe një ditë gati shkoj në ato procedurat të policia, të edhe një natë më në burg në Izrael, në ndështë që në të shoqin që kishë në sobë dhe parën në Izrael, drejtë në burg. Nëse vini banë impresion këta ministri i Komunitash me Turqisë, apo 24 orë të shtoni ata që janë në burg, edhe nëse një që në rëgjum bile pak, në morën në autobusë, në qitën në aeroport e në sonë në Istanbul. Në Istanbul në i bënë një pritje sigur Turqit më, të dini Turqit ku që në kam. Bënë një pritje shumë në shtore, për që Allah i shpërblevë, kanë ka du që ato në shpirt shumë të fort, shumë roman, shumë të qëndrushëm, pa asë në lojë lakese, ishëm për mashallah, Allah i në mërë të atyme dhe në gjithë dhe shala, në bëna edhe së të di që tërsa në shumë u ka zu për këtë punë, këtë janë një anisme e ka dua të sitnicet, ato të vërgë që ka ndodhë ati, ato janë shumë të atë, në janë. Të ka zhëtë në vetë është për një qitë vërgë. Të në Istanbul shkur në Antali. Në Antali në autobus, të në të në Antali për në Aminje. Vëga vitë një qikë e vëgëll, vëtë veqare, kisharë më për në vetë në një gjallë në zlara, kështë të 3 veqare. Në ta ishën në vetë, edhe në insistova që të inqizoj, ata të hangë bukë se hajke lukë interesant, pak i shkonë që në është dërvëllë. Një i gjilali kishë pasë, kanë puntu pja gjemi ato një në të nëse qikës, i gjilali. Edhe të rrimë 2-3 ditë ati në Antali, kërë momentin në njësë në shku ka rritë në një, ishë në një salë sportit ati, e të shkrit na që kishë në hitë në një, i njërën robot në veti, që antët e sena, të njësme, ajo ishë nalë të dera, e dera dalë se falës, ishë nalë të dera, e kishtë të palu një shahadet. Si janë ato shiritet me shahadet. E kishtë palua ma shumë mirë, e kishtë palu, e kishtë udis, e kishtë regullu. Edhe të është për përcel kësit se dhe beri shka podel për salës edhe të kujtohet cilët me i thanë. Për do me zgjerë, si pas psiqikës asaj, ajo të zgjerë se qish. Cilët të tjeta ishë mujtë kam gëdzim me i thanë. E zedhe një Fuat, është një Kosovar, që ka qenë në neve, Fuat Rabici. Edhe ju ka drejtu Fuati, në një gja, Turqia, fa, ta bu shkonë në Gaza, fa, po. Tekbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dërgjën e kam pas krizën e ka duket në abet, fa, a bu shkonë në Gaza, fa, po. A plaqon që këtë në një fëmijës në Gaza? Shahadetin, një fëmijës e dhe në Gaza. Në preki në apikrojnë shumë atër se bëqysh u bërë një ambient shumë i ndishëm e mërë Fuat e ata mirë, për nuk pak në fat me quat shahadet atje. Për kuriositet e ditë është, jo që dhe një kodise që të thamë të kërë nuk qanë të pite anija, për një këthi të mas, që ne kishin qunë, ne kishin vëllë, si duhe ka zora Izrael, ne kishin vëllë telefonat, aparatet, majicet, peshet, pantollet, kyp. E thash edhe adje në pres, në shkop, thash, na kish pas vetë në organizim bime për Izraelin, se ato ishin organizuar për tashin. Kërë ka morë qënë të në Fuatin në Istanbul, atë këtë të që këshë mërë, shadeti këshë me në qënë, e letra se që këmë mëgëllë. Edhe rase, qësë rase kemi pas shumë atëja, këtëm që kemi, nuk kemi të shkodnës në nuk kemi, Allah në shpërblef për atë që në reprita kështu, po në pritë se prita për e dishna, edhe kam qenë shumë dhe dishëm se dhe tjerim në shtatës të kësa iniciative. Nuk në të në shumë, në falim në shumë të natër për që kemi organizu së pritja, Allah i shpërblef. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الشريف